Ja shkojnë që sot tona dhe bëndi. Mirë se keni ardhur në këtë takim të veçantë të Lëvizjes Bashk, ku fokusi ynë sot do të qëndrojë tek idet. Këto ide nuk janë vetëm tonat, por kanë lindur si rezultat i bashkëbisedimeve, konsultimeve dhe ballafaqimit me problemet konkrete. Këto ide janë të gjithëve ne. Gjatë takimeve me ju, kemi parë nga afër vështirësitë që shkaktojnë kostot e larta të jetesës, problemet e thella me korrupsionin, mungesa e të drejtave, kriza e përfaqësimit dhe degradimin moral i klasës politike. Përballë këtyre sfidave, kemi ndërtuar një alternativë që ofron përgjigje për këtë krizë të përgjithshme shoqërore. Nga kjo krizë nuk dilet me retorik boshe, por me ide progresive. Ide të cilat përfaqësojnë interesat e gjera shoqërore, që mbjellin shpresë dhe që dallojnë qartë të mirën nga e keqja. Partitë e tjera nuk ju japin rëndësi ideve dhe programeve, por ndjekin interesa të ngushta elektorale. Ne e kemi bërë zgjedhjen tonë. Ne kemi zgjedhur rrugën më të vështirë, të kthejmë aspiratat tona në një alternativë të vërtet qeverisëse. Dhe jemi krenar që të falenderojmë secilin prej jush që ka dhënë kontribut në këtë proces. Lexoj shumë emra të cilët kanë kontribuar në hartimin e programit të Lëvizjes Bashk me një rend alfabetik. Alban Pira, Albana Luca, Albi Gjon, Alfred Bushi, Amarita Kosani, Andja Mesi, Ariela Zeneli, Arlin Qori, Arsil Tepelia, Artan Kacani, Ataol Kaso, Aumeraldi Dalliu, Bislim Lakna, Bora Mema, Boris Belortaja, Daniel Proni, Dea Nini, Edlira Gjafa, Edvin Zhlima, Elis Baba, Enrico Peçulaj, Ervin Goci, Flavia Osmani, Eragina Mançka, Grigor Malo, Gjergji Foto, Ilir Zoto, Ina Qela, Inxhi Brisku, Irdi Ismaili, Jani Marka, Jeton Pekmezi, Jonida Çunga, Jorgji Hanxhari, Claudia Koxha, Krisi Hyseni, Lambion Dimitri, Megi Reqi, Mirza Bala, Mivan Peqi, Nako Petro, Olezia Boga, Petro Lubonja, Redi Koqiaj, Redi Muqi, Sadiona Abazaj, Sara Koqiaj, Sofokli Meksi, Stella Muqi, Vitori Qipi, Giuliano Bregasi dhe Giuliane Uku. Në çdo fushat, ne kemi qenë gjithmonë të kursyer në shpenzime, por të pakursyer me ide dhe me kreativitet. Megjithatë, kjo fushat kërkon më shumë jetë dhe më shumë mbështetje nga ju, sepse është një fushat kombëtare. Prandaj, për secilin që ka dëshirë dhe mundësi, ju ftojmë që të vazhdoni të kontribuoni për ne edhe financiarisht. Bashkë mund të mos kemi shumë, por ne kemi më të rëndësishmen, besimin tek njëri tjetri dhe fuqinë e një ideje që sapo ka nisur të marrë frymë. Unë kam kënaqësinë që tani të ftoj Sofokli Meksin, pedagogun e Fakultetit të Shkencave Sociale, pedagogun tim dhe kryetarin e grupit të programit. Përshëndetje, në fakt më prezantoj si kryetar, unë e kam të rëndësishme ta sqaroj që kam qenë thjesht një koordinator. Puna dërmuese, 99% e punës dhe meritës për këtë program i takon atyre që kanë punuar me secilin grup studimi dhe biles edhe punën e koordinatorit duhet të veçoj kolegun
Jani Marka, i cili edhe si koordinator ka bërë më shumë punë. Kur para një vite gjysmë Jani, Arlindi dhe Redi, kolegët e mi më propozuan që të asistoja në punën për prodhuar një program, pranova sigurisht për një herë. Pranova sepse kam qenë gjithmonë një simpatizant i Lizës Bashkë për shumë kohësh, por edhe kisha atë merakun e punës. Pse merakun? Sepse meraku buron nga dy elementë të rëndësishëm. Nga rëndësia e një programi dhe nga vështirësia e ndërtimit. Pse rëndësia? Rëndësia kuptohet nëse ne kemi parasysh funksionin e programit. Çfarë është ky funksion? Është lidhja ndërmjet, u tha pak më parë, ndërmjet nevojave të njerëzve, aspiratave të tyre dhe një partie politike. Detyra e partisë politike është pikërisht t'i marrë këto mira nevoja, aspirata, besime dhe t'i kthejë ato në një platformë politike. Pra është një proces që kërkon punë intelektuale, kërkon impenjim. Dhe ju e dini që në Shqipëri, dhe tu fillon vështirësia, sot këto programet shifen e peshesit kohë. Është një ekstrem që thotë, programet çfarë bëhen? Individët, çik zhurmë, pra politikë sipërfaqësore. Ka dhe një problem të kundërt, që është kur programi bëhet qëllimi vetvete. Po Lëvizja Bashkë këto probleme nuk shfaqen. Përse? Sepse janë jo vetëm intelektual të mirë dhe marrin seriozisht politikë, por edhe janë në terren, janë me njerëzit. Pra, e din çfarë ka nevojë masa e njerëzve. Tani, nëse shkojmë tek procesi punës. U ndan në 6 grupe studimore. Në të 6 grupet, ekonomia, ne themi, financat, drejtësia, probleme politike, probleme të jashtme, u ndan në 9 grupe. Secili grup bëri një analizë situatës, një njohje të koncepteve pas, bëri një evidentim problemeve dhe në fund fare u kërkua të gjithëve të sugjeroni zgjidhjet e politikës. Në fund fare u krijuar një sintezë, cilën juve e keni dhe shikoni përmjet 4 shtylla: shtet zhvillimor, shtet social, shtet i drejtës dhe politikë pjesëmarrëse. Këto nuk janë thjesht 4 shtylla të veçanta. Janë sintetizuara në mënyrë harmonike bashkë. Përse? Mjafton që njëra të mungoj dhe tjetër të pamundur. Për shembull, nuk mund të ketë një shtet zhvillimor pa institucione. Që të ketë institucione, duhet të ketë drejtësi, por mbi të gjitha duhet të ketë një lëvizje politike, popullore, masive, e cila të shërbejë si mjet presioni për të ruajtur këto institucione. Kështu që në fund fare, unë jam i bindur që juve do të pëlqejë ky program, do gjeni te ky program aspiratat tuaja, nevojat tuaja, dhe në fund fare, mbilloni edhe një herë, falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, që u përmendëm më përpara, dhe t'i uroj të gjithë kandidatëve të Lëvizjes Bashkë suksese në zgjedhjet. Përpara se të kalojmë tek përmbajtja e programit ton, unë dua të prezantoj aktivistët të cilët do të kenë sfidën që të përmbledhin 22 kapituj dhe 177 faqe që përmban programi ynë. Po e nis me Jani Markën, pedagogun në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe sekretari i grupit të programit, i cili do të prezantojë shtyllat e shtetit social. Unë prezentimin do ta bëj dhe pastaj mund ta vendosni vetë se si do ta prezantoni. Redi Kocia, student në Fakultetin e Drejtësisë, i cili do të prezantojë shtyllat e shtetit të së drejtës. Bora Mema, studiuese e çështjeve ekonomike, zhvillimore dhe sociale, e cila do të prezantojë pjesëmarrjen aktive dhe demokratike. Dhe i fundit, Redi Muçi, pedagog në Fakultetin e Gjeologji Minierave, i cili do të prezantojë shtyllat e shtetit zhvillimor. Përshëndetje të gjithëve, mua do më falni që më duhet ta bëj prezantimin i ulur, do doja shumë të isha unë aty në podium për arsye teknike, për të qenë afër me monitorin duhet ta bëj i ulur. Në radhë parë para se të nis dua të them që në radhë parë falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Nga ajo lista e gjatë e cila u përmend kontribuesit në këtë program politik, janë edhe shumë të tjerë më besoni të cilët kanë dhënë kontributin e tyre, por që për shkak se, siç e dim, gjithë ndodhemi në Shqipëri, nuk do të doni që emri i tyre të shfaqen në këtë listë, po më besoni, janë të shumtë ata, kolegë të mit dhe njerëz
të profesioneve të ndryshme që kanë dhënë kontributin e tyre. Gjëja e fundit është që para se të nis, keni parasysh që më duhet të përmbledh shtetin zhvillimor në 15 minuta. Ky është afati që më kanë dhënë, kështu që nëse ju duket sikur po ecim çik shpejt, vërtet po eci shpejt. Atë çfarë është shteti zhvillimor për ne? Praktikisht është një shtet i cili merr përgjegjësinë mbi vete për të orientuar ekonominë e vendit drejt, le të themi, subjekteve produktive, me synim eksportin e tyre, ndërhyn në ekonomi për të luftuar monopolet e oligopolet, dhe është një shtet i përgjegjshëm i cili jep llogari përpara qytetarëve. Tani, po t'i marrim me radhë industria. Atë probleme me industrinë janë të shumta. Në vitin 2024 ka qenë një vit, le të themi, i një rekordi historik negativ në vendin tonë, pikërisht sepse eksportet ranë me 14%, si asnjëherë tjetër në historinë e Shqipërisë, dhe deficiti tregtar arriti rreth 470 miliard lekë. Ai që propozojmë ne, ose të flasim mirë për problematikat që hasin në të gjithë sektorët industrial, lidhen në radhë parë me monopolet dhe zhvatjen e pasurisë në tokës, me mungesën e subvencioneve nga shteti shqiptar, me rënjen e valutës së euros në raport me lekun, kjo sigurisht për bizneset që eksportojnë jashtë vendit tonë, dhe sigurisht me mungesën e forcës punëtore për shkak të emigrimit. Ndërhyrja e shtetit që ne propozojmë nuk është thjesht në fjalë, por ne propozojmë një risi, në fakt, nëpërmjet dy institucioneve shtetërore, që është Fondi Sovran dhe Banka Zhvillimore. Fondi Sovran si një institucion shtetëror i cili do marrë në bashkëpronësi asetet strategjike të vendit tonë dhe do t'i menaxhojë dhe do t'i mirë menaxhojë ato, dhe Banka Zhvillimore si një institucion kreditues i drejt për drejt nga shteti për subvencionimin e sektorit industrial. Shkojmë me radhë e industrisë. Industria e naftës, disa prej problemeve kryesore. Në radhë parë, kemi vendburimin më të madh të patos marinzës të naftës në Evropën kontinentale. Dhe aktualisht 90% e naftës i prodhohet në Shqipëri, prodhohet nga një kompani private, si Banki i Petrolit, dhe vetëm 10% nga një kompani shtetërore si Alpetrol. Jo vetëm kaq, po në afro 20 vjet që operon banki në Shqipëri nuk ka paguar asnjëherë tatim mbi fitimin, që i bie me qenë 50% e fitimit për shkak se si thua deklaron gjithmonë zero fitim. Me shembjen e rafinerisë së naftës në Ballës, nga ana tjetër, e gjithë nafta që nxirret nga në toka shqiptare hidhet në treg e papërpunuar. Edhe pse çmimi, le të themi, i në produkteve të naftës është një vlerë jashtëzakonisht shumë e madhe e shtuar në ekonominë shqiptare. E fundit është fakti që komunitetet të cilat nxirren këto, le të themi, pasuritë në tokës, që nga Ballshi, Patosi, Bulqiza, Fusharza e kështu me radhë, janë ndër komunitetet më të varfra në Shqipëri dhe më të dëmtuara edhe nga pikpamja ambientale për shkak të këtij aktiviteti. Që vetëm 5% të ardhurave që nxirren nga renta shkojnë në pushtetin lokal. Ai që propozojmë ne fare shkurtimisht, radhë parë është rinegocimi i kontratës. Në radhë parë, kontrata me Bankersin s'ka ndonë në 2029. Kështu që varet se kush do jetë opozita për ta rinegociuar këtë kontratë. Po sigurisht ishim ne në ato opozita, ne do duhet që të vendosnin kushtin që sipas modelit norvegjez të menaxhimit të naftës, gjithnjë më tepër shteti duhet të marrë përgjegjësitë mbi vete për menaxhimin e një pasurie kombëtare. Nga ana tjetër, duhet detyrimisht të rritet roli i kompanisë shtetërore të Alpetrolit, edhe sepse me fuqizimin e saj dhe hyrjen e saj në treg rritet konkurrueshmëria edhe me subjektet private, nuk është thjesht monopol. Duhet me sezbën ringritja e rafinerisë së naftës. Jemi konsultuar me ekspertët dhe na kanë thënë që nevojiten rreth $300 milion për të ngritur një rafineri cilësore me kapacitete të mjaftueshme për naftën tonë, që sigurisht do të financohet nga Banka Zhvillimore dhe nga Fondi Sovran që përmenda më parë. Menaxhimi i të ardhurave, jo vetëm i aseteve, po edhe i të ardhurave nga Fondi Sovran sipas modelit norvegjez, në kuptimin që ato të ardhura që vinë nga nafta mos shkojnë të gjitha te buxheti i shtetit, por ama të investohen edhe për brezat që do vinë më pas. Është modeli, le të themi, norvegjez, është modeli edhe arab i Fondit Sovran. Dhe ai që thash, rritja e të ardhurave që shkojnë në pushtetin lokal nga 5 në 15%. Sektori minerar.
Atëre, ajo që ndodh me industrinë minerale është praktikisht monopoli i vendburimeve. Sot është një kompani turke e cila ka burimin kryesor të kromit dhe 4 nga 6 furat e prodhimit të ferrokromit dhe janë 2 kompani tjera turke dhe ato të cilat menaxhojnë bakrin. Dhe problemi nuk është thjesht që kanë lejet e shfrytëzimit, po nuk i shfrytëzojnë fare këto leje. Thjesht i kanë marrë dhe nuk lejon kompani të tjera të hyjnë në treg, nuk i shfrytëzojnë ta. Keq shfrytëzimi i vendburimeve nuk kupton që pavarësisht se ka një kontratë, le të themi me shtetin, keq shfrytëzohet në termin, le të themi në zhargonin profesional thuhet e vdes minierën, sepse ajo që ndodh është që merret gjithë koncentrati me përqindje të lartë të mineralit dhe lihet i pashfrytëzuar pjesa tjetër e koncentratit. Mungojnë ndërsisht investimet në kërkim zbulimi. Kjo është një ndër, le të themi, kryefjalët e çdo eksperti me cilin jemi konsultuar. Nuk ka kërkim zbulim për të kuptuar se ç'pasurim mban në tokë shqiptare. Shfrytëzohen vetëm në bazë të kërkim zbulimeve që janë bërë në kohën e socializmit. Nuk përpunohet. Vetëm 8-30% e sasisë kromit të prodhuar dhe këtu derisi ferrokrom, ndërkohë që e mbani mend besoj që bakri dikur kishin fabrikën e telave në Shkodër. Sot vetëm si koncentrat, as përpunohet, as rafinohet bakri, as shkrihet, le më pastaj të kemi një industri të mirëfillt të bakrit. Çfarë propozojmë ne? E parë punë detyrimisht rishikimi i licencave që janë dhënë për lidhje shfrytëzimit, rritja e aktivitetit kërkimit zbulimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me plot institucione të tjera shtetërore, Fakultetin e Gjeologjisë Miniere dhe plot institucione të tjera kërkimore, hartimi një strategjie edhe për të tërhequr investitorët privat dhe të huaj, me një sër lehtësirash për furnizimin me energji elektrike me çmime preferenciale. Heqja e procedurave burokratike që sot e bëjnë shumë të vështirë hyrjen në treg të aktorëve të rinj. Shtimi i kozgjatjes i lehtë të kërkim zbulimit nga 3 vjet, 6 vjet e kështu me radhë. Ngritja i kombinati metalurgjik, përsëri ekspertët thonë që është e mundur. Në ujitën rreth $400 milion, po është e realizueshme me ato burime bakri që kemi. Dhe unë kam shumë për zemër, jam i sigurt do ta përmendi dhe Bona Mtej statusin e minatorit, sepse është diçka për cilën edhe ne jemi përpjekur, por sigurisht nuk kemi të pranishëm edhe vetë minatorët që thuajse me çdo javë janë duke protestuar për ta fituar këtë të drejtë. Industria tekstile dhe këpucëve, që është e rëndësishme për shkak të faktit se 30% e eksporteve të vendit vijnë nga industria tekstile, pra fasone të themi. Problemet, siç i përmenda, lidhen me rënien e euros, me mungesën e subvencioneve, me mungesën e marrëveshjeve bilaterale për lëndët e para që i rrit kostot e prodhimit dhe me kushtet e punës së vështira. Për më tepër, le të themi edhe 60.000 punëtorë janë punësuar në fabrikat fason dhe vetëm 2024 punësimi pësoi një rënje me 20%, që është një shifër shumë e rëndësishme. Shteti shqiptar lëshoi një fond për të drejtën, për 4 miliard lekësh me interesa të ulta, i cili një përqindje shumë e vogël e saj shkoi tek vetë prodhuesit për shkak të vonesave me bankat private me radhë. Prandaj ne propozojmë bankën zhvillimore. Propozimet tona: ndërhyrja për uljen e valutës euros, subvencione për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që ato të shkojnë në cikël të plot prodhimi, mbështetja bizneseve të mëdha që të automatizojnë dhe ta diversifikojnë produktin e tyre dhe sigurisht qëllimi final është produkte made in Albania, të cilat dalin në tregjet evropiane. Më lejoni të kaloj te bujqësia nga industria. Atëherë, karakteristika e Shqipërisë është që Shqipëria ka numër më të lartë të punësuarve në sektorin e bujqësisë në gjithë rajonet. Dhe 32% e punëtorëve shqiptar punojnë në bujqësi. Problematika që lidhen me bujqësinë, që pak a shumë edhe besoj se i njihni. 1. Pronësia mbi tokë. Vetëm 40% e parcelave të tokës janë regjistruar dhe 15% prej tyre kanë NIP. Ligji famkeq 7501, që ka fragmentarizuar tokën bujqësore në ngastra të vogla për vetë konsum, 85% e tyre. Ç'ndodh me pikat e grumbullimit? Është një rast unik, ndoshta që prodhuesit, bujqit e themi, prodhuesit, produktet e tyre e çojnë te pikat e grumbullimit dhe lënë aty pa një çmim fiks. Janë grumbulluesit pastaj të cilët e marrin e shesin në treg dhe në varësi të çmimit me cilin grumbulluesit e shesin, vinë dhe u japin lekët bujqve. Është besoj rast unik që në një ekonomi tregu çmimi nuk e vendos shitsi, por e vendos blerësi. Dhe sigurisht abuzohet me çmime.
Dhe që ndodh shpesh është që produktet e fermerëve përfundojnë në kanal. Kemi fermerë të cilët nxjerrin produktet dhe nuk më marrin grumbullues, se thonë nuk ka treg për t'i shitur. Dhe shteti shqiptar rrit duar kryq. Ndërkohë që në praktikat evropiane të Bashkimit Evropian, shteti ndërhyn. Cilat janë propozimet tona? E para punës detyrimisht një proces formalizimi i pronësisë mbi tokën. E vetmja mënyrë për të marrë me problemin e fragmentarizimit të tokës janë formimi i shoqërive të bashkëpunimit bujqësor. SBB-t në fund ditës nuk janë shpikje jona, ekzistojnë në Shqipëri rreth 100 të tilla, madje në Bashkimin Evropian SBB-t përfaqësojnë mbi 50% të ofertës për inpute bujqësore dhe mbi 60% të ofertës së grumbullimit, përpunimit dhe marketimit të produkteve bujqësore. Vetëm kur fermerët e kuptojnë që të vetëm nuk mund të çajnë në treg dhe e vetmja mënyrë për ta është që të bashkohen me interesat të përbashkëta me të ngjashmit e tyre për të formuar SBB-tra, kjo krijon një avantazh cilësor. Shteti duhet dalë garant për produktet bujqësore, nuk mund të lejojmë që të hidhen në kanale. Shteti duhet të ndërhyjë dhe këto produkte bujqësore t'i çojë në shkolla, në kopshte, në njerëz në nevojë, duhet t'i shes me çmime të lira. Ne besoj do flas dhe janë i propozojnë për arsimin skemën nga ferma në shkollë. Pra, lidhjen e bujkut me le të themi institucionet arsimore në mënyrë që edhe në shkolla të ofrohen le të themi produkte bio dhe me çmime të përballueshme për fëmijët që do ushqejnë në shkollë. Është interesante që Shqipëria, nëse vini re tek shtylla e dytë, ka kontributin më të lartë pas Serbisë në ekonominë shqiptare. Po da vini re, ama merr vetëm 1.9% të buxhetit. Dhe jo vetëm merr 1.9% të buxhetit, po 55% e këtij buxheti shkon për administratën shtetërore, për zyra, koltuqe, kondicioner në Ministrinë e Bujqësisë. Dhe vetëm 45% shkojnë direkt subvencionime për bujku. A që propozojmë ne është buxheti të shkojë në mesataren e rajonit, pra rreth 5%, dhe që detyrimisht 80% të shkojë për subvencionet e bujkut. Tjetër propozime për ta mbyllur me bujqësinë është mekanizimi i bujqësisë, është rinovimi i infrastrukturës vadice dhe kulluse, është institutet e kërkimit në fushën e bujqësisë dhe sigurimi, le themi për le themi katastrofat natyrore. Ndërtimi dhe infrastruktura. Atëre, pesha e ndërtimit, le themi në vendin tonë, në prodhimin e brendshëm brute shkon diku te 10% dhe sektori imobiliar diku te 6%. Pra në total rreth 16% të prodhimit të brendshëm brute, do të thotë një vlerë e konsiderueshme. Të gjithë jemi të ndegjeshëm që shtimi i ndërtimit në vitet e fundit ka pasur, le themi, një shpërthim. Po të vëmë re për shembull raportin ndër vitet me ngjyrë të kuqe janë ndërtesat që janë ndërtuar nga 2017 deri në 2023, me ngjyrë kafe është infrastruktura. Pra sa lekë janë investuar në infrastrukturë. Shihni që raporti është i frikshëm pra. Cilat janë disa prej problematikave kryesore që jemi dhe të jemi mbi popullimin në radhë parë. Këtu kemi njësitë administrative të ndryshme nga 111-a e Tiranës. Dhe aty në krah, gjeda kush është qyteti me densime të madhe të popullsisë në Indi, është Kalkuta, me rreth 3000 banor për kilometër katror. 3000 banor, në 110 kemi 3500. 30.000 banor, këtu kemi 35.000. 35.000 banor në 110. Kemi 30.800 në 104. Pra mbi popullimi këtu është jashtë çdo logjike. Prandaj ne do flasim edhe për shtërimin, kemi propozuar pikërisht pra edhe një moratorium. Infrastruktura e pamjaftueshme rrugore. Shihni Shqipëria është në vend të fundit për metër rrugë për kilometër katror. BE-ja shihni sa larg ndodhet. Sistemi i furnizimit me ujë dhe i kanalizimeve. Sipas usjellës kanalizimeve 2022 vetëm 4 qytete në Shqipëri furnizojnë 24 orë me ujë dhe infrastruktura është ajo para viteve 90. Nga ana tjetër, nuk ka sisteme të themi kanalizimesh dhe pastrimi të ujrave të zeza që kanë ndikon drejt për drejt pra në shëndetin e banorëve. Problematika të tjera: hyrja në treg dhe qarkullimi i parave të pista, monopolizimi i tregut në pak ndërtues, abuzimet me fondet publike, ju hapsa shifra.
Sipas raportit të kontrollit lartë shtetit, 20% e fondeve publike të investuara në ndërtim vidhen ose keq shpërdorohen. Mangësit nuk kemi manualet të projektimit dhe të çmimeve të ndërtimit. Punojnë akoma me manualet e vitit 74. Duhet hynë me domosdo euro kodet në projektim. Ligji investimeve strategjike. Janë dhënë aktualisht 60 lekë për investime strategjike, kryesisht në sektorin e turizmit, rreth 580 hektar tokë, kryesisht komplekse vilash, që i shërbejnë vetëm atyre që kanë marrë leje dhe askujt tjetër që nuk mund të afrohet aty. Dhe sigurisht kushtet e punës në ndërtim, që është sektori me vdekshmëri më të lartë në Shqipëri. Atëherë çfarë propozojmë ne? Lufta ndaj çarkullimit të parave të pista, kontrolli i subjekteve sa i përket ligjshmërisë së vënies pasurisë dhe konfiskimi në rast palishmërie. Ndalimi i marrëdhënieve të klearingut është domosdoshmëri për le të themi formalizimin e sektorit. Eliminimi i monopoleve detyrimisht, lufta ndaj abuzimit në fondet publike, vetim i të gjitha projekteve, përditësimi i manualeve, qasje publike ndaj çmimit të ndërtimit dhe standardizimit tyre, rritja e investimeve në infrastrukturë, kontrata dhe koncesionet me PPP, ndalimi i dhënies projekteve me PPP. Kontrollin e dokumentacionit për ato PPP të cilat janë dhënë tashmë. Ligji i investimeve strategjike do të abrogohet, të paktën në sektorin e ndërtimit. Nuk kemi nevojë për ndërtime strategjike. Sektori strategjik sipas shtetit zhvillimor janë të tjerë, me të tjera prioritete, është ekonomia prodhuese. Rishikimi e proceduar për investorin strategjik. Kalojmë shkurtimisht te turizmi. Po e përmbledh thjesht me këtë foto. Keni parasysh kjo është plazhi i Durrësit dikur dhe plazhi i Durrësit sot. Ne nuk jemi kundër turizmit, absolutisht që jo. Por në qasjen tonë, ajo që i ka ndodhur plazhit të Durrësit është në dëm, jo vetëm të bukurive dhe pasurive natyrore, por dhe të vetë sektorit të turizmit. Ky masivitet i madh nuk prodhon vlerën që do mund të prodhonin plazhe siç ka qenë dikur, le të themi, plazhi i Durrësit, siç janë sot plazhet e Tajlandës me mbledh e tash. Kështu që ndë problematika kryesore është që strategjia ka qenë ajo e turizmit masiv në kurriz të, le të themi, ambientit. Të gjithë jemi të dëgjeshëm për zaptimin që ka ndodhur në plazhet publike, pavarësisht se ka një legjislacion në fuqi sa i përket shezloneve, që thotë çdo kilometër vibre hektare, pra në çdo kilometër 300 metra duhet të jenë plazhe publike, duhet të lihet një hapësirë 2.5 metra përpara rreshtit të parë të çadrave, çdo çadër duhet të jetë 3 metra në distancë. Gjitha këto gjëra sigurisht që nuk zbatohen. Sezonet turistike të shkurtra, vetëm 3 mujore, dhe fakti që turizmi nuk merr me vetë rritja në turizëm, nuk sjell si thua rritjen e bujqësisë, e industrisë, sjell rënien e eksporteve dhe rritjen e importeve. E kundërta duhet të ndodhë. Këta turistë që vinë duhet të ushqehen, duhet të ndikojnë në ekonomi. Informaliteti sigurisht e lartë dhe kush ka pasur fatin e keq që të punojnë në industrinë e turizmit, di që punojnë nga 16 orë në ditë për 70 javës, në atë sezonin turistik. Ne propozojmë zgjerimin e hapësirave të plazheve publike, ndryshimin e ligjit për rritjen e profesionalizmit, ngritjen e një observatori për të mbikëqyrur zbatimin e politikave dhe themi mbështetjen e grupeve të caktuara si studentët në qasjen në turizm. E fundit, për ta mbyllur se e shkel akon, është modeli i taksimit dhe problematika kryesore e Shqipërisë është fakti që është në vendin e fundit sa i takon mbledhjes së të ardhurave. Për shkak të evazionit fiskal, informalitetit, në punë dhe në paga, shumë shqipi Shqipëria është në vend të fundit si të ardhura si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto. Nga ana tjetër, nëse vërejmë këto të ardhurat se nga çfarë përbëjnë, shohim që TVSH-ja zë rreth 30%. Ndërkohë që mesatarja vendeve të OECD-s është 20%. Pastaj janë sigurimet me 19%. Sa i përket të ardhura personale, taksat janë vetëm 9%. Mesatarja vendeve të OECD-s është 23.6%. Disa prej vendeve, si Serbia, Maqedonia, Kroacia, Slovenia, shifin pra se sa kanë taksën mbi të ardhura. Pas konsultimit me ekspertë të fushës,
është konstatuar fakti që është një nivel i ulët dhe pamjaftueshëm i të ardhurave që grumbullojnë për shpenzime publike dhe kjo është një strukturë e deformuar e grumbullimit të taktë. Ai çfarë propozojmë ne? Ose kush është objektivi ynë për të realizuar gjithë këto gjëra që shpalosim sot këtu? Është rritja e të ardhurave në buxhet nga 28 që është sot në 33% dhe me një rritje të ekonomisë me 3% në vit që është rritje konservatore, kjo nuk kupton 55 miliard në vit dhe në fund të 4 viteve në total 220 miliard lekë. Si realizohet kjo? Kjo është skema që propozojmë ne. Lufta e evazionit fiskal, sigurisht që nuk diskutohet. Këta që përjashtohen me hotele me 5 yje, 6 yje nga taksat, sigurisht jo më. Do rimbursojnë të vëshën për shtresat e nevojë dhe për pensionistët me pensione të ulta. Është e pa drejtë që vazhdojnë paguajnë 20%, 30%. Kjo është skema që propozojmë ne. Tani, po ta vini re, ne propozojmë le të themi 4 fasha të ndryshme ose edhe 5 fasha të ndryshme po doni të tatimet që ndryshon rrënjësisht nga skema aktuale dhe ne pretendojmë se ky është realisht një tatim progresiv. Për ta bërë më të qartë, po kaloj te slajdi i radhës, ku është një tabelë. Dhe një po ngrihem për ta ilustruar. Nëse vini re, ai që ndodh, është që po flas me të vjetrat, që mos ngatrojnë. Për paga deri në 1 milion lekë do të ketë një ulje të ndjeshme të tatimit 56 deri në 70 s'ka nevojë. Jo s'ka. Dëgjoj. 56 deri në 78%. Pra ka një ulje substanciale, le të themi për pagat 1 milion lekë e poshtë. Për pagat 2 milion lekë ulja vazhdon është diku te 40%. Ndërsa 2 milion e sipër fillon edhe rritet. Dhe te tabela, pra këtu është paga në lekë bruto. Këtu është ajo që paguajnë sot të gjithë ne, dhe këtu është ajo që propozojmë ne sipas fashave. Po do vini re, deri në pagën 3 milion lekë të vjetra, propozimi ynë është më i vogël, pra tatohen më pak se sa sot. Me pak fjalë, ata që kanë pagën bruto 3 milion lekë të vjetra, sot paguajnë 45.100 lekë ose 450.000 lekë, me ne, me propozimin tonë do paguajnë 420.000 lekë, më pak. Kur shkon nga 3 milion në 4 milion, fillon dhe rritet, nga 680.000 do bëhet 690.000, 5 milion, 6 milion në shumë radhë, që është fasha 35%, e cila, pra, siç mund ta vëreni, barën tatimore ja kalon pagave, le të themi, nga 4 milion lekë të vjetra e sipër. Kjo është skema jonë, që pretendojmë se është një skemë për një merë progresive dhe jo vetëm do të sigurojë të ardhurat shtetit shqiptar, por edhe do kemi mundësi ta diskutojmë edhe pas takimin se jam vonë në falje. Për ta mbyllur, tatimi mbi dividendi nga 8% që është sot ne propozojmë 15%, tatimi i korporatave, për korporatat të cilat nxisin kapacitetet teknologjike dhe produktivitetin, tatimi duhet më i ulët se sa ai që është sot. Taksa për investime për sektorët financiar spekulativ dhe në fakt të ndërtimit, tatimi duhet më i lartë se sa për sektorët produktiv. Dhe fundat taksa e pronës, që diçka për cilën do flas dhe Jani në pjesën e strehimit, duhet pra do rritet në mënyrë progresive për ata që kanë shtëpinë 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mirë, faleminderit për vëmendjen dhe dashur simpatizant, mbështetës dhe antar, jam realisht shumë i lumtur që në 15 minutat e ardhshme më duhet të prezantoj shtetin social. Është e sigurt që nuk do t'i themi dot të gjitha, por ne sapo kemi nisur fushatën dhe natyrisht gjatë fushatës do kemi mundësi jo vetëm duke shkuar derë më derë dhe treg në treg, po edhe përmes rrjeteve sociale, i shpalosim me hollësi të gjitha propozimet tona. Shteti social, siç e dim, është një ndër arritjet më të mëdha të njerëzimit në shekullin e shkuar. Dhe natyrisht nuk kemi që shteti social ka një qasje të ngushtë që si thua është thjesht luftë ndaj varfërisë dhe mbështetjes së njerëzve në nevojë. Për ne, shteti social shkon përtej kësaj, shkon në të drejtat, në liritë civile dhe politike. Për fatin ton keq,
shteti social në Shqipëri është tërësisht i pamjaftueshëm për të plotësuar nevojat e gjithë njerëzve që janë dhe për të patur një jetë të dinjitetshme dhe me perspektivë. Më lejoni të bëj një sqarim, si thua, metodik. Do kem 7 çështje për të prezantuar në vijim. Unë do ndalem merësisht shkurt në problematika, koha është e pamundur. Dhe po aq do mundohem që të flas më tepër për propozimet, por që gjithsesi edhe ato do të jepen në mënyrë shumë telegrafike dhe natyrisht ju ftoj që të diskutojmë më vonë dhe të lexoni programin e dhe të presim edhe sugjerimet dhe kritikat, se sërish mund të përmirësojmë, gjërat nuk janë shkruar në burr. Alti, të lutem, tek pensionet. Nëse do ju pyesja çfarë mendoni për pensionet, me siguri të gjithë do përgjigjeshit që një shumicë e madhe njerëzish në Shqipëri marrin pensione jashtëzakonisht të ulta. Dhe sipas përllogaritjeve janë 520.000 pensionistë afërsisht që marrin pensione në nivelin e minimumit jetik. Edhe nga e dytë, që është dhe kjo statistikë për gjendjen, tregon që për shembull në vitin 1990 punonin 4.5 punëtor që paguanin kontributet për çdo pensionist. Sot kemi mbritur në 1.17 kontribues për një pensionist, që t'jeni sinqert nuk kam kontrolluar, por me gjas ne duhet jemi vendi i fundit në botë për këtë parametër. Çfarë propozojmë ne? Natyrisht luftë e informalitetit në punë, dhe ne synojmë që Altin ndjes, më falë se pash atje, po të minimumi jetik. Natyrisht betejja jonë ka qenë e fortë për minimumin jetik, si shumë prej jush mund ta dinë. Ne para 2 viteve kemi dalë në terren dhe kemi mbledhur 21.000 nënshkrime nga qytetarët e Shqipërisë dhe kemi depozituar një projekt ligj në Kuvendin e Shqipërisë në 30 mars, vitit 2023, dhe ka 2 vite që qeveria Rama nuk e shqyrton atë ligj. Ne do ushtrojmë fort gjithë ndikimin tonë që në Shqipëri miratohet minimumi jetik. E dyta është paga minimale. Ne propozojmë që paga minimale në kushtet aktuale që në Shqipëria duhet jetë 600.000 lekë të vjetra. Ne do luftojmë fort informalitetin punë, fillimisht synohet për gjysmimi informalitetin punë, dhe nëse kjo arrihet si objektiv, do të sillte të ardhura shtesë në buxhetin e shtetit gati 532 milionë euro në çdo vit. Nëse do kishte edhe më tepër sukses, të ardhurat shtesë, pra si thua informaliteti zero, do të shkonin gati në 1 miliard euro. Ne propozojmë që për pagat shumë të larta të ketë një shtesë të kontributeve për sigurimet shoqërore, për punëmarrësin 2% dhe për punëdhënësin 3.5%. Gjithashtu, ne duam të ndryshojmë kufirin e viteve të kontributeve nga 15 vite që është sot për të përfituar pensionin minimal, ndjes pensionin si thua pjesëshëm, ne do ta çojmë këtë në 10 vite. Po ashtu mosha e përfitimit pensionit social nga 70 vjeç që është sot, ne propozojmë që të jetë 65 vjeç për gratë dhe 67 vjeç për burrat. Rritja e përvitshme e pensioneve nuk do të ndjek thjesht logjikën e pamjaftueshme të rritjes çmimeve dhe të inflacionit, por do të marrë parasysh edhe parametra të tjerë siç është rritja e pagës mesatare në vend. Dhe tek minatorët, që ne jemi krenar që i kemi mbështetur gjatë gjithë këtyre viteve për të miratuar statusin e minatorit, propozojmë gjithashtu një skemë veçantë për pensionin e tyre që është 135% e të fillojë nga paga minimale zyrtare, pastaj të ketë shtesë 1% për çdo vit pune nën tokë për ata që kanë mbi 11 vite. E shikoj që jam te 5 minutë që vetëm tek pensionet, vjen shumë keq gjithë këto masat e tjera të pensioneve duhet i kalojmë tek kujdesi social. Siç e dim, Shqipëria mbetet
një prej vendeve më të varfëra të Evropës. Varfëria është e shtrirë dhe e thellë dhe kudo, dhe një pjesë e njerëzve janë të privuar nga mundësitë ekonomike dhe gëzimi të drejtave civile dhe politike. Për minimumin jetik fola është një masë që natyrisht prek të gjithë ata që marrin ndihmën ekonomike dhe invalidët. Ne do të kemi politika nxitëse të punësimit, jo vetëm për ata njerëz që janë kërkim të punës, por edhe për një pjesë të konsiderueshme të personave me të aftësi të kufizuara. Ne do të çojmë në fuqi të plot atë që quhet Fondi Social i Punësimit, i cili sot nuk është në funksionim. Ne do të mbështesim investime në infrastrukturën fizike për për persona që kanë nevojë për të lëvizur, pra për invalidët, përmes rampave, aksesit ndërtesa, transportit publik, semafora akustik e kështu me radhë. Për fëmijët me aftësi të kufizuara do ketë një kujdes veçantë për qytetarët që vuajnë nga diabeti, që është një sëmundje që shkakton sëmundje tjera, më pas do të subvencionohen fishat dhe do të përmirësohet ndjeshëm kujdesi shëndetësor. Ardit lutem tek shëndetësia. Edhe për shëndetësinë, nëse do mendonim gjithë nga pak, do na shkonte në mendje që po të përfundonim në spitalet publike, do ishte, si thuaç, fatkeqësi për derë se do i kishin xhepat bosh, se kjo është një dramë, por shëndetësia ka edhe shumë probleme të tjera. Nëse nuk ju jap një statistikë me shifra, në vitin 2024 ka shpenzuar për shëndetësinë rreth 3.4% në prodhimit brendshëm bruto, ndërkohë që në vendet e OECD-s kjo vlerë shkon, në vendet më të zhvilluara të OECD-s, kjo vlerë shkon gati në 9%. Dhe edhe nga e dytë, që lidhet me komentin e parë, është që sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pagesat nga xhepi mbulojnë 60% të shpenzimeve shëndetësore qytetarëve shqiptar. 60%. Nëse do pyesni se sa është kjo përqindje në vendet e OECD-s, ajo është gati 20%. Natyrisht shëndeti është një drejtë themelore, Lëvizja Bashkë propozon që të arrisë ndjeshëm buxhetin për shëndetësinë deri në nivelin 6%, dhe natyrisht duhet ketë deri balancim, jo vetëm se thuaç ndërtimi ndërtesave, por duhet ketë një buxhet të rritur për pajisje mjekësore. Të gjithë shikojmë kronika ndajme se si buxhetin X pajisje, rezonance, dhe fjala global, nuk funksionon dhe duhet shkosh me patjetër tek privati. Do të hetojnë të gjitha koncesionet e shëndetësisë dhe natyrisht të gjitha që do gjenden në shkelje të ligjit dhe të interesit publik duhet që të anullohen. Parandalimi sëmundjeve, një pjesë kanë bëjnë me masa që kanë bëjnë me mjedisin, si që është mbrojtja mjedisit, që mundotja ajrit vret, pra janë masat të tërthorta, por ne do i kushtojmë një kujdes shumë të rëndësishëm parandalimit të sëmundjeve. Do të vendosim për shembull një taksë që quhet taksa e sheqerit, që është 8 gram për 100 ml. Harrova të përmendja në fillim që gjitha këto propozimet tona në fakt nuk janë shpikje tona. Grupi punës ka punuar dhe ka përzgjedhur modele nga vendet më të përparuara, për shembull për arsimin nga Finlanda, për shëndetësinë nga Britania, e kështu me radhë nga Gjermania. Dhe ky propozim konkret vjen nga Britania e Madhe. Do të shtohen ndjeshëm numri i parnave cilësore dhe të rimbursueshme. Tani dhe një pikë që mund ketë ndjeshmëri në kuptimin edhe të njerëzve që mund të jenë drejt për drejt në sallë. Domethënë emigracioni i mjekëve dhe infermierëve është një dramë në sektorin e shëndetësisë në Shqipëri. Dhe natyrisht duhet që të shtohet në patjetër numri i mjekëve dhe infermierëve në spitalet tona. Nuk është e lehtë, natyrisht, duhen marrë masa të shpërblimit të drejtë për mjekët dhe punojësit e shëndetësisë. Kështu më konkretisht ne propozojmë për shembull që paga bruto e një mjeku specialist jetë rreth 2.3 milion të vjetra në muaj, e mjeku të përgjithshëm rreth 1.7 milion dhe infermierit 1.1 milion në muaj. Nëse shteti zhvillimor të shkoj sipas planit më mirë,
natyrisht edhe pagat e gjithë punojësve do të rritën. Këto gjëra thash nuk janë të fiksuara njëherë për gjithmonë. Politikat e shëndetit vendor do kenë një fokus veçantë në programin e lëvizjes bashkë. Hajde të lutem tek arsimi. Ne vim nga një pjesë e jona, student, pedagog, lëvizja për universitetin, organizata politike, vim nga arsimi dhe është një kauza tona, se thua që i kemi kushtuar shumë energji. Do kthehemi tek propozimi, ose i qëndrojmë fort propozimit tonë që arsimi publik në gjitha nivelet duhet të jetë falas. Hajde mos ik shumë shpejt, lutem, se kam një dy statistika që i kanë nxjerrë Redi ka punuar për programin e arsimit. Nga viti 2000 deri më sot janë mbyllur 42% e shkollave në rang nëntëvjeçare në rang vendi. Gati gjysma. Dërsa vetëm dekadën e fundit janë mbyllur 295 shkolla, ose 22%. Dhe janë regjistruar 125.000 nxënës më pak. Dhe siç e dini se është e freskët, vjet ishte rezultati PISA dhe në mënyrë dramatike nga viti 2018 deri në vitin 2022 Shqipëria ka pësuar një rënje prej 69 pikësh, që është një rekord më vete nga 80 vendet e testuara. Ne vim tek propozimet, buxheti sot për arsimin është 2.9%, duhet shkojë paktën në 4%. Nuk e kanë 4% vendet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian, por e kanë vendet e rajonit, por ne nuk bëjmë premtime të pa argumentuara. Duhet një reformë e thellë që nis nga baza me përfshirjen e gjithë komunitetit, prindër, mësues, ekspert për të vazhduar më tej. Natyrisht theksi jonë është tek mësuesit, pa patur mësues të përgatitur, të motivuar, e ardhmja e arsimit ka për të qenë e zyrtë dhe fatkeqësisht duhet ta pranojmë të duhet ta themi të vërtetën që vitet e fundit ka një bjerrje të cilësisë në formimin e mësuesve të rinj. Kjo duhet marrë fund, ne duhet të japim një rëndësi shumë madhe diplomës mësuesit, do të krijojmë kushtet të përshtatshme pune për ta dhe do ju rrisim pagat. Ne propozojmë një pagë katërvjeçare e ardhshëm, 1 milion të vjetra në muaj në dorë, neto pra. Vin disa probleme më konkrete, slajdi tjetër hajde të lutem. Kjo fotografia këtu është nga Astiri. Sipas statistikave jetojnë diku rreth 70-80.000 banorë dhe nuk kanë çerte, nuk kanë kopshte, nuk kanë shkolla. Tiranës i duhen 20 shkolla të reja. Ne propozojmë shkolla me orar të zgjatur, po Redi tha që unë do flisja gjatë, por është e pamundur të artikuloj gjatë. Ideja është që mësimi duhet zgjati përtej orarit aktual me kurse, sport e kështu me radhë. Vim tek universiteti, përveç arsimit publik falas, ne duam vota studentore, është artikuluar shumë herët kjo të jetë 50% dhe të rritet roli i asamblesë së pedagogëve. Shkojmë tek strehimi. Në vitin 2023, ndërkohë që paga mesatare u rrit me 9.5%, çmimet e metrit katror u rritën me 21% në Tiranë. Dhe po ashtu çmimet e qeras. Dhe përgjegjës për këtë janë jo vetëm këta dy burrat këtu, por bashkëpunimi i tyre me oligarkinë e ndërtimit dhe të organizatave kriminale. Çfarë propozojmë ne për strehimin? Natyrisht kërkojmë një taksim progresiv të zotërimit të apartamenteve. Shtëpia e parë dhe e dytë do taksohen shumë pak dhe pastaj do ketë një rritje progresive gjithsesi të lehtë për apartamentin e 3, 4, 5, 6 derisa vjen dhe stabilizohet. Si dhe do të dekurajohen, si thua, qerat ose do taksohen më tepër qerat ditore. Karshi ideja është të stimulojmë sa më shumë apartamente të futen në treg që njerëzit kenë mundësi të përballojnë në strehimin që është një drejtë themelore. Do të fuqizojmë endin kombëtar të banesave, i cili sot është jashtëzakonisht i dobët,
do të rishikojmë çmimet e referencës gjithashtu dhe vim tek pjesa e fundit për strehimin, po eci pak më shpejt tani, po I biem qafë fushave të fundit, se kam kaluar kohën. Sot paguhet taksë infrastrukturës me 3%, ne propozojmë të ndryshe në 5% për sipërfaqet e ndërtimit mbi 2000 metra. Mjedisi, mbrojtja e mjedisit është sot është e barazveshme me mirëqenien e njeriut dhe mbijetesën e shoqërisë njerëzore. Gjithë e dim që kemi vetëm një planet. Unë vetë jam I përfshirë drejt për drejt si në mësimdhënie, si në këtë ekspertizë për mjedisin, por për qenë I drejt me fushat e tjera, nuk do abuzoj me kohën këtu. Do fuqizojmë institucionet, pa institucionet të fuqishme, pra Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Agjencia ose AMB e Menaxhimit Burimeve Ujore, shumë agjenci tjera nuk kemi mbrojtje të mjedisit. Do kërkojmë llogari për performancën mjedisore të kompanive kryesisht private që kanë impakt mjedisor e shumë propozime të tjera që juftoj të lexoni programin. Për zonat e mbrojtura do ndryshojmë ligjin I cili u miratua vjetër të është tërësisht si thua në dëm të interesit publik. Menaxhimi I mbetjeve duhet të jetë një emergjencë kombëtare. Kjo foto vjen nga Vlora, vjet rastis aty ka 20 vjet që digjen mbeturina duke shkaktuar probleme të rënda serioze për shëndetin e njerëzve. Dhe natyrisht dy pikat fundit që thjesht po I përmend ekosistemet detare, deti është pak I njohur I studiuar ndryshe nga ekosistemet toksore, do ketë një vëmendje të veçantë në programin tonë, sikundër edhe ndryshimet klimatike, ndonë se Shqipëria nuk është si thua përgjegjëse për ndryshimet klimatike, është e pamundur që ne t'i krishmangim këtyre, kështu që duhet që shoqëria të përgatitet për shtëngata, për thatësira të gjallë, për rritje të temperaturave që kanë impakte në gjithë sektorët. Dhe kalojmë tek e fundit, që është sporti. Sporti sjell përfitime të jashtëzakonshme për shoqërinë, si në aspektin social ashtu edhe shëndetësor. Për fat keq të rinj gjithnjë po I largohen në sporti dhe jo për fat tyre, por për mungesë të infrastrukturës. Ne kemi 3 propozime kryesore të sportit, miratimi I ligjit të sponsorizimeve, është evidentuar nga grupi I punës, duke si thuash trajtuar në mënyrë preferenciale bizneset tek tatimi fitimi dhe do ulet deri në masën 30% për ata që në mënyrë transparente mbështesin sportin. Investimet në infrastrukturën sportive do jetë në vëmendje siç e dim. Kjo batërtia e ndërtimeve I ka zhdukur gjitha hapësirat sportive, tani ka vetëm hapësira private ku duhet të paguash. Dhe fundit është rjetëzimi I klasave sportive. Ky koncept ekziston dhe sot, por sipas ekspertëve ka kushtuar tërësisht, nuk ka motiv stimulues financiar për trajnerët dhe nuk ka trajtim as për nxënësit e klasave me ushqim me bazë material. Hajde të lutem edhe fundit. Zgjedhja 2023-shit, Arlindi kishte numri 1 në fletën e votimit dhe ne nga gjithë opinioni publik ishim surpriza atyre zgjedhjeve. Tani kemi numrin 2, duhet me I dhënë një interpretim simbolik. Unë e interpretoj si qarje në dysh, ne do e qajmë sistemin, e jemi kemi sot këtu është media jonë. Mediat e tjera janë tek komunitarë. Shumë aktue në sistemi. Online, në mbështetje, jo vetëm me votë, përhapni fjalën, idetë e programit, kontribute financiare, angazhoni si vullnetar, bëni gjithçka që mundet. Ereja Polin. Faleminderit. Si fillim dëgjon? Si fillim duhet Ju falenderoja për prezencën tuaj. Do prezantoj kapitullin e shtetit të së drejtës që është ndarë në 2 kapitull. Në kapitulli I parë është sistemi I drejtësisë, ndërsa në kapitulli I dytë është lufta kundër korrupsionit dhe sundimi I ligjit.
Dua të ndalim shkurtimisht te nocioni I shtetit të së drejtës. Në shtetet së drejtës ne duhet kuptojmë veprimtarinë e organeve publike që udhëhiqet nga respektimi I hierarkisë së normave, ndarja e pushteteve, barazia e subjekteve përpara ligjit ose përpara normave specifike ligjore, ekzistencën e jurisdiksioneve të pavarura dhe garantimin e të drejtave civile dhe politike të individëve. Pra, disa tipare që mungojnë ku më pak e ku më shumë në shëmbulltyrën institucionale të Shqipërisë. Ne e kemi ndarë së shtetin e së drejtës në 2 kapitull, pra si thash më parë, jemi fokusuar te sistemi I së drejtës sepse mendojmë sistemi gjyqësor është pararoja më kryesore dhe më thelbësore për të mbrojtur ato të drejta dhe liritë themelore që njihet qytetarëve të thjeshtë nga të drejtat ekonomike, nga të drejtat civile, nga të drejtat individuale sociale, nga kushtetuta apo nga kuadri përgjithshëm ligjor. Ka disa problematika sistemi sotëm I drejtësisë, si fillim është influenca politike mbi sistemin juridik dhe mungesa e pavarësisë në një masë deri diku shqetësuese. Më pas kemi hartën e re, ose më saktë procedura e formulimit të hartës së re së 2021-shit për gjykatat dhe largimin e tyre nga qytetari I thjeshtë duke rritur kostot dhe bërë pothuajse të pamundur aksesin në drejtësi. Shoqëruar kjo dhe me të zgjatjen e afateve të arsyeshme të gjykimit dhe likuidimin e çështjeve në standardin e vendeve të Bashkimit Evropian. Propozimet e lëvizjes bashkë është rritja e pavarësisë në veprimtarinë e tyre të gjykatave, rritja e aksesueshmërisë dhe eficiencës në gjykim, profilizimin e gjykatave të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe dhënien e prioritetit për çështjen administrative, kontributet shoqërore dhe pensionet. Si fillim duhet të ndalim ta pavarësia, ne shohim çdo ditë që eksponentë të ndryshëm si politik, po dhe më tej ushtrojnë presionin e tyre ndaj organeve të drejtësisë apo gjykatave dhe prokurorisë. Këtë ne si lëvizje bashkë e dënojmë në termat më të rëndë dhe sugjerojmë ose japim premtimin që do të jemi krah për krah organeve të drejtësisë, jo vetëm duke I dhënë një kuadër akoma dhe më të pasuruar, po ato të ushtrojnë veprimtarinë e tyre dhe të realizojnë objektivat që ato kanë përsipër sa në nivel kushtetues ashtu dhe në një nivel akoma më bazik ligjor, si dhe në një prizëm akoma të veprimtarisë tonë politike, ku ne nuk do të shprehemi në asnjë moment ose nuk do të përpiqemi që të ushtrojmë presion apo ndikim në vendimarrjen e këtyre organeve. Më pas kemi rritjen e aksesueshmërisë dhe eficiencës në gjykim. Sot Shqipëria në hartën e saj gjyqësore ka 13 gjykata të jurisdiksionit të përgjithshëm shkallës së parë dhe 6 të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Kemi 6 gjykata administrative të shkallës së parë dhe vetëm 1 gjykatë të shkallës administrative të apelit. Ja futa kotu, gjykatës administrative të apelit. Dhe kjo është shoqëruar me një normë likuidimi në standardin e Bashkimit Evropian dhe me normën likuidimi në standardin të kuptojmë raportin e çështjeve të reja të ardhur dhe çështjeve që zgjidhen në mënyrë përfundimtare nga gjykata në fjalë. Këtu Shqipëria është më së keq, ku pritja për të zgjidhur një çështje mund të shkojë deri në 1 dekadë, pa marrë parasysh edhe shkallët që ajo duhet të ndjekë më pas. Dhe duhet të specifikojmë këtu që gjykata e cila ka performancën më të keqe është gjykata administrative e apelit dhe dua të rikujtoj që vetëm 1 gjykatë administrative të apelit kemi në Shqipëri. Si fillim, ne do të shfrytëzojmë ligjin organik për sistemin gjyqësor, duke u bazuar në nenin 13 që parashikon se çdo hartë gjyqësore rishikohet çdo 5 vjet ose në ato momente kur harta nuk I përgjigjet nevojave të qytetarëve dhe frymës së parashikuar nga ligji. Si fillim, pra ne propozojmë rishikimin e hartës së gjyqësore duke ftuar jo vetëm institucionet që parashikon ligji, siç është Këshilli I Lartë Gjyqësor, Këshilli I Lartë I Prokurorisë, Ministrisë Financave, Ministria e Drejtësisë, por edhe duke veshur këtë proces me një transparencë me konsultim publik ku të japim fjalën të gjitha grupeve të interesit dhe qytetarëve të thjeshtë. Më pas do të vazhdojmë dhe me logjikën e reformimit fjesor të kodit të procedurës administrative, duke ndryshuar trupin gjyqësor për çështje që për shkak të llojit ose objektit të mosmarrëveshjes mund të lejohet që të gjykohen jo me trupa të përkryer nga 3 gjyqtar, por me 1 gjyqtar. Gjithashtu, duke uazuar edhe nga sisteme ose nga veprimtaria e gjykatave të Bashkimit Evropian të vendeve më perëndimore në përgjithësi, ne do të ngrejmë një sistem kompjuterik, pra një sistem online ku do të regjistrohen çështjet
ku do të mund të depozitojmë provat ose çfarë do lloj dokumenti tip tjetër për ato çështje që janë disi më pak komplekse dhe nuk nevojiten prezenca palë ose debati mbi prova, si dhe gjithashtu do të krijojmë hapësira të nevojshme për zhvillimin e seancave online. Pra, njerëzit ose përfaqësuesit e qytetarëve nuk do të jetë nevojshme që të udhtojnë në qytete të ndryshme për të zhvilluar seancën, por kjo shumë mirë, duke i ofruar një sistem elektronik online, mund të zhvillohet në këtë hapësirë. Gjithashtu, një sugjerim tjetër është dhe mirë kualifikimi dhe i ndihmësve ligjor dhe prania e tyre jo vetëm në gjykatën, jo vetëm në kolegjet e gjykatës së lartë apo në gjykatën e apelit, por dhe në gjykatat e shkallës së parë. Kjo do të mundsoj një farë mirë gjykimit të çështjeve akoma më tej, shpejtësinë e tyre duke u kthyer këta ndihmës gjyqësor si një farë lehtësimi për vendimarrjen e gjyqtarëve. Dhe gjithashtu pse jo do të ndikoj edhe në tregun e punës, ku ne siç e dim ka shumë juristë që dalin nga universitete të ndryshme dhe janë shumë njëdimensionale, ose do të vazhdojnë për magjistraturë ose do të profilizohen në avokatia apo noteri, kjo do të japë edhe një mundësi që ata të kenë një karrierë tjetër. Gjithashtu Lëvizja Bashkë propozon të ndërhyrjen në organikën e gjyqësorit, duke zbatuar një nga alternativat e mëposhme, të cilat janë për procedurat e shqyrtimit të paditëve për shuma të vogla, nëse gjykata çmon të nevojshme që palët të jenë të pranishme të organizojnë një seancë në rrethin gjyqësor më të afërt me palët, ose të krijohet dekë në çdo gjykatë jurisdiksionit të përgjithshëm në rrethet gjyqësore që ato përfaqësojnë, për të gjykuar ato lloj padishtë të cilat ndoshta mund të konsiderohen se nuk kanë, si të them, s'po më fjala. Për të gjykuar lloj padishtë të cilat mund të kenë objekte me vlera të ulta ose nuk janë komplekse në natyrë. Më pas kemi profilizimin e gjykatave të jurisdiksionit të përgjithshëm. Sot gjykatat e jurisdiksionit të përgjithshëm kanë disa dhoma, ku mund të përcaktojmë dhomën tregtare, dhomën penale, dhomën e çështjeve familjare e tjera. Ne sugjerojmë krijimin e një seksioni të veçantë ose një dhome të veçantë që ka të bëjë vetëm me çështjet e punës, që do të lejojë që trupa gjykuese ose ata që do të merren me këtë lloj çështje të profilizohen akoma më tej dhe të parafrojnë praktikat e çështjeve të punës sa më afër me standardet e kërkuar në ligj. Gjithashtu ne sugjerojmë edhe krijimin e dhomave paragjyqësore që mosmarrveshjet në disponojësve dhe punëmarrësve të mos zgjidhen vetëm nëpërmjet gjykimit ose procedurave gjyqësore, por të zgjidhet paraprakisht. Gjithsesi duhet të theksojmë se kjo zgjidhje ose krijimi i këtyre dhomave duhet të shoqërohet edhe me një jetë sindikaliste të frytshme dhe të shëndetshme, që të krijohen ato raporte sa më të volitshme, domethënë që zgjidhja të jetë në favor të gjithë palëve që marrin pjesë. Më pas kemi prioritetin për çështjet administrative mbi kontributet shoqërore dhe pensionet. Të gjithë e dimë se si ndodhet situata e pensioneve në Shqipëri. Po të shkosh te gjykata administrative si e apelit, si e shkallës së parë, çështjet më të shumta janë ato që kanë të bëjnë me njohjen e kontributeve shoqërore, sidomos për kontributet që janë përpara vitit 2000. Ne si fillim sugjerojmë ngritjen e zyrave të posaçme pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, të cilat jo vetëm do t'i referojnë qytetarët që interesohen se çfarë dokumentesh duhet të paraqesin për sa i përket njohjes së kontributeve shoqërore dhe pensionet, por dhe çfarë veprimesh administrative ata duhet të kryen konkretisht pasi të paraqesin dokumentet. Më pas, ne do të sugjerojmë dhe krijimin e një korridori prioritar, po të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me skemën e pensioneve dhe Institutin e Sigurimeve Shoqërore, duke patur parasysh që subjektet që janë të interesuara dhe palët që kanë interes mbi seancat ose mbi çështjet, nuk është se kanë luksin për të pritur afatet e të zgjatura gjyqësore. Më pas do kaloj te nën kapitulli 2, që është antikorrupsioni dhe sondimi i ligjit. Të gjithë e dimë që korrupsioni është një gangrenë sa ekonomike dhe sociale dhe e cila në momentin që është prezente nuk mund të kryhet ose nuk mund të merret asnjë iniciativë pozitive si për qytetarët, si për strukturën shtetërore. Gjendja sot dhe problematika ne e shohim ditë për ditë, ato janë korrupsione në nivele të larta, madje në nivelin e kapjes së shtetit, ligje që kryen
si do themi, mbrapa kuintave dhe mbrojnë vetëm interesat e oligarkëve, kemi koncesionet dhe PPP ose partneritete publike private që janë kritikisht abuzive dhe dëshmojnë ketërsimin e parimeve të një ekonomie të shëndetshme tregu dhe përvetësimin e të mirave publike. Propozimet tona variojnë që nga themelimi i organeve publike që do t'i kundërvijnë drejt përse drejti fenomenit të korrupsionit, por edhe ndërhyrjes në kuadrin ligjor, duke pasuruar atë akoma më të dhe duke konsoliduar luftën kundër korrupsionit. Po filloj me propozimin e parë, themelimin e Agjencisë Kombëtare për Integritet dhe Antikorrupsion. Kjo agjenci do të themelohet duke patur parasysh standardet më të mira si të Bashkimit Evropian, por edhe duke ndjekur frymën e konventës së OKB-s kundër korrupsionit, një konvent që ne kemi ratifikuar që në shumë herë. Ajo do të garantojë integritetin publik, do të kryej fushata ose do të kryej politika që do të luftojë antikorrupsionin, do të sigurojë transparencën në qeverisje, do të verifikojë pasuritë e zyrtarëve publik dhe do të trajtojë konfliktet e mundshme të interesit duke zëvendësuar për shembull të përcjellojë inspektoratin e lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurisë dhe konfliktit të interesit. Ajo do të jetë pa me të gjitha burimet dhe autoritetin e nevojshëm që kjo agjenci të zhvillojë luftë të qëndrueshme dhe një luftë të tërë kundër korrupsionit. Më pas kemi shbërjen e kapjes së shtetit, siç thash më parë, procesi i ligjvënies dhe i ligjbërjes në Shqipëri ndodh në errësirë dhe mungojnë dy nga elementet më kryesore të këtij procesi, që është transparenca dhe konsultimi publik. Ne transparencën e shohim si një parim thelbësor të procedurës së ligjbërjes. Ne mendojmë se do të ngrihet një sistem të gjurmëve legjislative, pra në këtë sistem kompjuterik që do të jetë aksesueshëm në publiku gjerë, do të tregohen të gjitha elementet që kush e ka propozuar, kush ka marrë pjesë në konsultim dhe kush kanë qenë arsyet pse një ligj propozohet për të miratuar, gjithashtu institucionet pjesëmarrëse dhe të gjitha elementet e tjera që i japin plotësisht qartësi nevojës dhe pasojave që ligji do të ketë në rast se miratohet. Gjithashtu dhe konsultimi publik. Në konsultimi publik do të çojmë në një standard të ri, duke përfshirë zërin e qytetarëve jo vetëm në proceset e ligjbërjes, por edhe në proceset e miratimit të vendimit të këshillave të ministrave. Duhet të jetë domosdoshmërisht pra e detyrueshme që publiku i gjerë të marrë pjesë në konsultim. Gjithashtu ne do të rrisim dhe rolin e komisionerit për të drejtën e informimit, i cili do të ketë një rol sa sankcionues, ashtu dhe do të ketë influencë që të kthej procesin nga fillimi nëse ai gjen shkelje të konsultimit publik. Gjithashtu ne do të propozojmë një ligj për të rregulluar aktivitetet e përfaqësimit etik të interesave, pra çdo përpjekje ose çdo kontakt midis eksponentëve privat dhe institucioneve publike duhet të jetë publike dhe e mirëditur. Gjithashtu kemi heqjen e privilegjeve ligjore, të gjithë e dimë që ligji në Shqipëri shfrytëzohet për të mbrojtur interesat e një grupi të ngushtë njerëzish, prandaj ne propozojmë hartimin e mekanizmave ligjor për të rishikuar të gjithë koncesionet e deritanishme, duke u udhëhequr gjithmonë nga parimet e transparencës. Okej, dhe shfuqizimin e ligjeve për investitorin strategjik, integriteti i procesit zgjedhor, të gjithë e dimë që partitë politike kryejnë veprimtarinë e vet në kushte afotike, prandaj ne kërkojmë që e gjithë financat dhe veprimtaria e tyre financiare të jetë e ditur publikisht, domethënë dhe të publikohet. Më pas kemi konfliktin e interesit dhe deklarimit të aseteve, ne do të zbatojmë sanksionet të rekta dhe shqyrtime të rekta për sa i përket lëvizjes së individëve nga sektori privat në sektorin publik, gjithashtu dhe marrëdhënieve që ata krijojnë me njëra tjetrën. Më pas kemi sinjalizuesit, sot ligji për sinjalizuesin dhe mbrojtjen e tyre është më se e mjaftueshme, prandaj ne sugjerojmë edhe ndërhyrje në këtë ligj. Gjithashtu dëmet e korrupsionit ne do t'i japim komuniteteve që në rast se dëmtohen interesat e tyre nga akte korruptive, t'i drejtojnë gjykatës me padi kolektive që ta mbrojnë veten e tyre drejt për së drejti. Përpjekja e kundër korrupsionit si normë, pra si
Përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj për durimin e drejtanishëm. Për të kursyer kohë, unë do mundohem të shmangem tek analiza problemeve, se kam përshtypjen që ato të gjitha i di më së miri dhe jetojnë në përditshmëri. Do ju lutesha shumë, jo sepse jam pak zevzeke nga natyra dhe bëhet zurë më shpërqendrohem, dhe thjesht do vëlloj më shumë dhe taksirati juaj të më duroni pastaj. Atëherë, shtylla e fundit që të prezantojmë është pjesëmarrja demokratike, siç u thatë më parë, nuk mund të ketë një model të zhvillimit ekonomik, nuk mund të ketë një shtet të së drejtës dhe një shtet social pa pasur dhe një pjesëmarrje demokratike. Pasi për lëvizjen bashkë demokracia është vetmja mënyrë e ndershme dhe efikase për të qeverisur, dhe pashtu demokratizimi plot i një shoqërie kërkon një pjesëmarrje sa më të gjerë të qytetarëve në proceset e vendimarrjes, qofshin ato në vendin e punës, në universitete, në institucione, duke zbatuar elementet e demokracisë së drejtë për drejtë dhe ka nevojë të shtrejt në çdo aspekt të rëndësishëm të jetës shoqërore. Por për të pasur demokracitë një mend, kemi nevojë për edukim, të shëndosh qytetar, fuqizimin e institucioneve dhe jetës kulturore dhe mediat pavarura dhe të përgjithshme. Për të arritur demokratizimin politik, Lëvizja Bashkë propozon një reformim të kuadrit ligjor, duke fuqizuar aspektet e demokracisë pjesëmarrëse, duke pasur prioritet lehtësimi i të drejtës për të mbajtur referendume lokale dhe referendume kombëtare, duke ulur numrin e nënshkruese për të pasur një referendum në 30.000 qytetar, për të lehtësuar organizimin dhe iniciativën që kryen rolin e ndërmjetësimit dhe modernizimin e partive politike, një lehtësim e iniciativave ligjore lokale duke ulur numrin në 10.000 të nënshkruese dhe po ashtu duke vendosur një afat 6 mujor për shqyrtimin e këtyre çështjeve. Rasti i projektligjit minimumit jetik që ne kemi çuar 2 vjet më parë dhe vazhdon vetë nxirtar është ndër rastet se si pengohet në fakt demokracia pjesëmarrëse, ndaj ne do ta bëjmë detyrim që brenda 6 muajve institucionet të kenë kthyer një përgjigje. Po ashtu do të për të pasur demokraci sa më pjesëmarrëse në proceset ligjore, do të në hartimin e këtyre procedurave ligjore do të kenë rëndësi grupe të ndryshme të interesit, siç mund të kenë sindikata ose grupe të pensionistëve apo grupe të ndryshme shoqërore, të cilat preken nga ky ligj që do ndërmerren, pra nuk do të ketë hartim e këtyre politikave pa në fazat e artikulimit pa u dëgjuar edhe këto grupe shoqërore. Po ashtu do të hartoj masa që synon rikthimin e parimit kushtetues, ku legislativi është mbi ekzekutivi, pra qeveria sot nuk mund të jetë më e fuqishme se sa parlamenti. Dhe po ashtu një reformim i thellë i administratës publike me tekste meritokracia dhe eficienca, dobësimi i praktikave klienteliste dhe korruptive. Do kaloj tek puna. Puna është në fakt një ndër çështjet kryesore të cilat ne kemi gjatë gjithë këtyre viteve aktivizëm. Shumë çështje u trajtuan nga puna, për sa i përket punës, qoftë modeli i zhvillimit ekonomik që lidhet me çështjen e rritjes së produktivitetit në punë. Shqipëria është vendi me produktivitetin më të lartë, me produktivitetin më të ulët për orë punë, por nga ana tjetër është ndër vendet me orët më të larta të punës në Evropë. Dhe ne ajo çfarë ne duam të bëjmë është të ulim orët e punës dhe po ashtu me anë të modelit të zhvillimit ekonomik të rrisim produktivitetin në vendin e punës. Një problem shumë i madh në Shqipëri është se një përqindje shumë e madhe e njerëzve në punë, në marrëdhënie pune janë të punësuar në kushte informaliteti. Kjo jo vetëm ndikon në numrin e ulët të kontribuesve, çfarë rrjedhimisht ndikon më pas edhe në pensionet në Shqipëri, por ndikon që në të ardhmen njerëzit që punojnë sot të mos kenë në fakt pensione të dinjitetshme. Ajo çfarë ne propozojmë është një lutje në informalitetit, duke rritur inspektime, duke shtuar numrin e inspektorëve në inspektoratin e punës. Shqipëria ka një numër jashtëzakonisht shumë të ulët, një inspektor për 1000 punëtor dhe është e pamundur të realizojë një inspektim i durë, edhe sikur të ketë vullnetin e mirë dhe mos ketë korrupsion. Po ashtu, një faktor shtesë për të formalizuar punën do të jetë nisja e krijimit të shoqërive të bashkuara bujqësore që përmendëm më parë, rritja e pagës minimale në 600.000 lekë, duke shkurajuar kësaj emigrimin e forcës punëtore, investimet në teknologji dhe organizimin modern të punës për të rritur produktivitetin në punë. Po ashtu do sankcionohet me ligj rikthimi i punëtorëve të hequr padrejtisht nga puna. Sot në Shqipëri, nëse ti je hequr padrejtisht nga puna dhe arrit ta fitosh çështjen në gjykatë,
pronari ose punëdhënësi nuk ka asnjë detyrim të marrë pas. Ne propozojmë ndryshime në kodin e punës që në momentin që ti e fiton gjyqin si e hequr padrejtisht nga puna të rikthesh sërish në punë. Në rast se punëmarrësi, punëtori nuk dëshiron të kthehet më në atë vend pune, do t'i paguhen 15 paga mujore. Po ashtu në rast të shkeljes kodit punës, ne propozojmë që të ketë ndryshime në kodin e punës që jo vetëm sindikata, por edhe në vendet e paorganizuara sindikalisht, mjafton të ketë 50% plus 1% të punëtorëve pjesëmarrës në mbledhje që grevat jetë e lishme, kjo do të nxjisë jo vetëm organizimin e punëtorëve në vendin e punës, por lehtëson po ashtu edhe angazhimin në drejta në punë në vende të cilat nuk janë të organizuara sindikalisht dhe po ashtu ne propozojmë që të ulet numri i punëtorëve për të themeluar një sindikat, sot është 20, ne propozojmë të bëhet 10 dhe kjo do të jetë për lehtësuar ato vende pune të cilat janë përgjithsisht ndërmarrje të mesme ose të vogla ku është në fakt edhe numri i madh të punësuarve në Shqipëri dhe një pikë tjetër shumë e rëndësishme që ne angazhohemi prej vitesh, u përmendëm më parë shmeratimi i statusit minatorit. Që të mos marrë nga koha juaj, mund të lexoni me më shumë detaje se çfarë ne propozojmë për miratimin e statusit minatorit dhe po ashtu prezenca e minatorëve dhe sindikalizë, po ashtu dhe minatorët që janë ishin në lista si kandidatë në lista veteranëve, besoj se duhet një garanci e për sa i përket barazisë gjinore, Shqipëria është ndër vendet përsa i përket përfaqësimit politik me progresin më të madh, duke qenë që ka kryeparlamentare grua, shumicën e ministrave gra dhe janë dhe goxhat pranishme në hapësirën mediatike, por kjo përfaqësisht nuk reflektohet as pak shumë drejt, nuk reflektohet as pak në jetën e grave në Shqipëri. 53% e grave në Shqipëri deklaron se është dënuar të paktën një herë. Dhe shumica e dhunës është ushtruar në fakt nga familjar, nga partneri i tij, nga të njohur, ka raste në panjohur në rrugë dhe për fat të keq rreth 26% e tyre në fakt ka qenë prej dhunës seksuale. Dhe ne mendojmë se përveç shumë politikave të caktuara që do përmirësojnë gjendjen e gruas për sa i përket modelit të zhvillimit ekonomik, politikave sociale, arsimit, shëndetësisë dhe një shteti të drejtës, ka shumë probleme të cilat lidhen në fakt për sa i përket identitetit të gruas vetëm se është grua. Dhe në fakt situata e gruas në Shqipëri dhe jo vetëm e gruas, por të gjitha minorancave dhe zbatimit të drejtave të njeriut në fakt është një barometër për të kuptuar situatën reale të një shoqërie. Dhe Shqipëria për fat keq dështon ndjeshëm në këtë aspekt. Ajo çfarë ne propozojmë shkurtimisht, sidomos duke marrë në konsiderat harrova të përmend një fakt rëndësishëm, sipas studimeve të Bankës Botërore, një gruaje në Shqipëri, e cila angazhohet në kujdesin e fëmijëve, në punën shtëpiake me radhë, harxhon 25 vite të jetës saj për të përkujdesur. Dhe ne duam ta ndryshojmë këtë gjë duke pasur jo vetëm shkolla në orar të zgjatur, por duke pasur më shumë certe, duke pasur shkolla, duke pasur një nxitje të grave në integrimin në tregun e punës për ta lehtësuar sidomos në moshat 20-30 që është kryesisht perioda mëmësisë, duke pasur edhe duke lehtësuar lejet e lindjes jo vetëm për gratë, por edhe për burrat dhe po ashtu ne propozojmë që me integrimin e tyre në tregun e punës në fakt nuk është thjesht çështje të drejtave shoqërore, nuk është thjesht çështje një drejtësie sociale, por angazhimi i grave duke pasur punë produktive, në fakt sipas studimeve sjell dhe një rendiment dhe një zhvillim shumë të madh edhe ekonomik. Po ashtu, përsa i përket çështjeve të dhunës, ne propozojmë që Lëvizja Bashkë, ashtu siç kishim një propozim që në sistemin e gjykatave të jurisdiksionit përgjithshëm të kishim një dhomë të caktuar përsa i përket drejtave në punë, të ketë një dhomë të caktuar posaçërisht për çështjet e dhunës në bazë gjinore dhe seksuale, për duke qenë se këto çështje marrin me vite të tëra dhe shohim se për fat keq gratë edhe jo vetëm viktimat të dhunës vazhdojnë jetojnë me dhunuesit e tyre në shtëpi. Ne po ashtu propozojmë pranimin e psikologëve në stacionet e policisë për të ndihmuar në rastet e denoncimit, krijimin e qendrave të specializuara për viktimat e dhunës, jo vetëm me shërbim psikologjik, por edhe për të integruar sërish ato në punë dhe në jetën sociale dhe po ashtu ne propozojmë në fakt edhe gjatë për dhunuesit. Ne nuk mendojmë që mjafton të ishte dëshkimi, por ne besojmë te një shoqëri ku njerëzit kanë mundësi të rehabilitohen dhe do ketë programe të caktuara edhe për rehabilitimin e dhunuesve.
denoncimin e dhunës dhe pashtu të kemi fushata ndërgjegjësimit në sindikata, shoqëri civile, komunitete, shkolla dhe institucione për parandalimin e dhunës, bullizmit dhe gjuhës së urrejtjes. Dhe po ashtu, pavarësisht se ne kemi përfshirë në programin e shëndetësisë, është shumë e rëndësishme, duke qenë që një pjesë e konsiderueshme grave sot përballet me probleme shumë ndaje për sa i përket shëndetit tyre riprodhues, do ketë politika e cila mund t'i lexojmë me më shumë detaje për sa i përket shëndetit riprodhues të grave dhe shëndetit të tyre mendor. Do më duhet ta mbyll me kaq. Okej. Unë nuk do ndalim të bëjmë një panoramë të situatës kulturës në Shqipëri, mjafton të kuptojmë që qeveria e sotme, me kryeministrin Edi Ramën, i cili mbahet si artist dhe ka ardhur diku si ministër kulturës, Shqipëria sot nuk ka një ministër kulture, është thjesht një shtojës në Ministrinë e Ekonomisë, dhe kultura sot përdoret thjesht si një makjazh për të mbuluar në fakt vizionin e tmerrshëm që kjo qeveri ka, dhe ne propozojmë që të kemi një Ministri të Kulturës dhe Inovacionit, e cila do të ketë portofolje të veçanta, do të ketë fonde të caktuara të dedikuara për kinematografin, letërsinë, artet vizuale, për të pasur, për të miratuar statusin e artistit. Gjendja e artistëve sot në Shqipëri është në kushte prekariatit, në kushte të pasigurta në punë, dhe ashtu siç propozojmë të ketë drejta në punë për shumë sektorë të tjerë, duhet të ketë edhe për ta rivitalizimin e trupave të teatrit, teatrit kukullave, të cirkut i cili nuk ekziston më, ansambli popullor, dhe po ashtu dhe një prioritet do ta përmbledh tek te kultura. Dhe i dyti, për sa i përket rritjes së infrastrukturës dhe se si do përfshihen studentët e universiteteve të arteve, të industrisë kreative, ku qeveria do të ketë një fond të caktuar ku këta do të ofrojnë shërbime për nxitjen e kulturës në të gjithë territorin shqiptar dhe në shkolla, ku do të ketë strategji të caktuara për edukimin artistik të fëmijëve dhe të rinjve, dhe po ashtu artizanati do të ketë një vëmendje një vëmendje të veçantë, pasi jo vetëm përsa i përket vlerave artistike, por ka është e rëndësishme dhe për identitetin tonë kombëtar dhe përsa i përket një lloj nxitje dhe iniciativave lokale për biznese e me radhë. Kalojmë tek media, fakti që sot nuk kemi asnjë media këtu, besoj se flet shumë qartë për situatën e mediave në Shqipëri, të cilat kontrollohen nga disa familje dhe nga oligarkët. Ajo çfarë ne propozojmë për sa i përket mediave është që ne propozojmë një korpus të ri ligjor, konsultuar me të gjithë aktorët në tregun e mediave, ndërtimi i bazës normative që pronësia mbi media të jetë krejtësisht transparente, të identifikohet përfituesi final në një mënyrë që çdo operacion tregtar të shmangë konflikte të interesit, hartimi një baze ligjore që pronësia e medias mos përqendrohet në pak duar dhe në 100% në duart e një familjeje, por pronësia të diversifikohet dhe pashtu bilancet e mediave duhet të jenë publike dhe duhet të jenë të ndara nga bilancet e bizneseve tjera, për të pasur një transparencë se çfarë ndodh me mediat. Mediat pavarësisht se janë private, në fakt përdorin frekuenca kombëtare dhe ato duhet të rikthehen interesit publik. Po ashtu, do ta përmbledh, ne propozojmë që media publike do të shkruhet krejtësisht nga kuventi, nga institucion, nga që të ketë një më shkruar nga influenca politike, por të ketë struktura të pavarura dhe më shumë detaje mund të shikoni në program. Dhe besojmë se dhe mbi të gjitha duhet mbështetur pavarësia editoriale, ku gazetarët nuk duhet të jenë pjesë e presioneve të ndryshme për shkak të interesave të pronarëve të tyre, por duhet të kenë pavarësi editoriale dhe ne do të jemi krah të gazetarëve, redaktorëve dhe kudo që do të organizohet sindikalisht. Përsa i përket pjesëmarrjes dhe sigurisë digjitale, kjo ndoshta mund të jetë një çështje që nuk merr shumë vëmendje, por Lëvizja Bashkë është zotuar në një vizion të një shoqërie me drejta, por infrastruktura digjitale i shërben njerëz publike, ndihmon në tejkalimin e aserit digital dhe të mbron qytetarët nga përgjimi dhe nga shfrytëzimi të dhënave tyre personale, pasi vetëm kështu mund krijojmë një ardhmë ku teknologjia është një mjet për demokratizimin e shoqërisë, për krijimin e mundësive ekonomike dhe fuqizimin e përbashkëtës. Dhe ne në program kemi disa politika të përmbledhura se si kjo gjë mund të arrihet, ku ne propozojmë që të ketë infrastruktura digjitale të mburime të hapura, kjo jo vetëm për të ulur shpenzimet e qeveritare për çështjet e infrastrukturës, por edhe për të qenë sa më demokratike. Do kalojmë te politika e jashtme dhe diaspora,
Lëvizja Bashk angazhohet për një politikë të jashtme aktive, transformuese, që mbështetet në interesat kombëtare shqiptare, kontribon në zbatimin e të drejtës ndërkombëtare, në barazinë dhe solidaritetin e popujve dhe të drejtën e tyre për vetëvendosje. Lëvizja Bashk do mbështes fuqimisht pacënueshmërinë e kufive të Republikës Kosovës dhe njohjen e plotë ndërkombëtare të shpejtësisë së Kosovës. Për të pasur stabilitet rajonale parimeve të drejtës ndërkombëtare, po ashtu me shumë masa të cilat do t'i shihni në program të detajuara tek kapitulli marrëdhënie ndërkombëtare dhe i integrimit evropian, me anë të angazhimit tonë në luftën tonë kundër korrupsionit dhe për afrimin e legjislacionit tonë me atë të BE-s, do forcojmë lidhjet me partnerët tanë strategjik si SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Po eci me vrap, dhe po ashtu një pjesë shumë e rëndësishme, Shqipëria do duhet të ketë një koordinim të ngushtë politikës jashtme bashkë me Kosovën, të ketë eliminim të barrierave tregtare dhe fizike. Po ashtu, lëvizja Bashk do të jetë një zë i rëndësishëm i të drejtave të shqiptarëve kudo në rajon, Maqedoninë e Veriut, në Malë të Zi, në Greqi, por mbi të gjitha në aty ku shqiptarët janë më të diskriminuar në Ballkan, siç është Lubina e Preshevës. Po ashtu një mbështetje e komunitetit. Po ashtu një mbështetje e komunitetit sanë në kërkesat e tyre për njërin e drejtave të njeriut, dhe po ashtu për angazhim në diskutime me Republikën e Greqisë për heqjen e ligjit luftës që sot minon njohjen e të drejtave të shqiptarëve në Greqi. Dhe një ndër shembujt që ne do të marrim do të jetë fakt bashkëtesa e minoritetit grek me atë shqiptar. Do ta tejkaloj çështjen e integrimit duke qenë se e dash mesazhin tek për sa i përket diasporës. Në fakt diaspora shteti social i munguar në Shqipëri. Tani unë nuk e di se si duhet të përmbledh kaq shumë. Okej, ja vetëm më pak se 5 sekonda. Atëherë, ne angazhohemi në themelimin e një banke zhvillimore ku do ketë objektiviteten e fondeve nga diaspora që do kontribuojnë në zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, po ashtu në një amnisti fiskale për të gjithë shqiptarët të cilët nga diaspora do të sjellin para, të cilat nuk kanë punuar në informalitet, por kjo shumë do të jetë më shumë se 100.000 euro dhe kjo do të jetë një mënyrë për të penguar pastrimin e parave në Shqipëri. Po ashtu angazhohet për krijimin e programit ku profesionistë të ndryshëm janë të angazhuar me njëri tjetrin në fusha të ndryshme ku do ketë një database për të ndërvepruar sa më shumë me diasporën, ruajtjen dhe promovimin e gjuhës shqipe dhe në diasporë, duke ngritur qendra, institute, kurse online ose fizike për shqiptarët e diasporës që do jetojnë, përmirësimin e shërbimeve konsullore, dhe po ashtu krijimin e një agjencie për mbrojtjen e punëtorëve emigrantë, e cila do të funksionojë pranë ambasadave dhe konsullatave për të monitoruar kushtet e punës emigrantë shqiptar dhe për të ofruar asistencë ligjore për legalizimin e punës. Mundova ta përmbledh sa më pak. Lëvizja Bashk qëndron krenarisht si një parti e smartës demokratike. Për ne angazhimi demokratik nuk është vetëm në institucione, është në sindikata, është në rrugë, dhe unë di të them që Lëvizja Bashk kur të jetë në parlament nuk do të jetë vetëm një parti parlamentare, ne do të mbajmë projektimin tonë që ne do të jemi një këmbë në institucione dhe një këmbë në rrugë, dhe për ta pasur këtë angazhim sa më demokratik si brenda vetes, si edhe aty jashtë në shoqëri, është e rëndësishme që secili prej nesh, secili prej jush të angazhohet jo vetëm duke u antarësuar dhe duke angazhuar për demokracinë e partisë tonë, por duke qenë pjesëmarrës në të gjitha këto procese për të emancipuar mbar shoqërinë. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen dhe pa mas, besoj zërim dëgjohet deri në fund. Kam përshtypjen që një pjesë e duart rokitjeve tuaja nuk vin nga fakti që do flasu, po se eventi ton po i vjen fundi. Janë 4-5 veta këtu në sallë që kanë pas fatin e keq në kenë mua pedagog, dikur, do të shkuar në largët.
edhe besoj e mbaj në mend që unë kur hyja në për seminare, du thoja studentëve që seminari për sosur është ai ku unë nuk flas pothuajse fare. Sepse të gjithë janë përgatitur, flasin, diskutojnë, edhe pedagogu thjesht shpërndan fjalën. Një parti e përsosur është ajo ku kryetari nuk flet fare ose flet shumë pak, ne po ja dalim të krijojmë një parti të përsosur me kandidat shumë të mirë, me prezantues shumë të mirë. Nga ata 57 veta që u përmend emri këtu si kontribues në programin, shumica prej tyre janë kandidat për deputet Lëvizjes Bashkë, dhe prania tyre në parlament ka për të ngritur jashtëzakonisht shumë lartë nivele përfaqësimit në Shqipëri. Unë kam shumë për zemër Homerin, edhe Odiseën e Homerit, është një ngjarje aty tek Odiseja, ku Odiseja me shokët e vet duhet kaloj në ata anijën e tyre pranë disa krijesave mitike, me një zë shumë të ëmbël, kështu që të marrin në qafë edhe ti shkon hidhesh në det edhe mbytesh. Tani, në këto 2 vitet e fundit ne kemi dëgjuar shumë krijesa mitike që na kanë thënë mos u merrni me ide, mos u merrni me programe, shqiptarët duan gjëra thjeshta, 2-3 fjalë, hopa, bum edhe gjithçka shkon përpara, ama ne nuk i dëgjuam këto krijesa mitike, mbyllëm veshin, dëgjuam qytetarët dhe kemi paraqitur një program të jashtëzakonshëm, kemi prezantuar përpara jush idetë që do ta transformojnë ekonominë, shoqërinë dhe politikën shqiptare. Dhe fakti që ndoshta ku diun 400-500 vetë që me durim për mbi 2 orë rrinë dhe dëgjojnë programe, dora në zemër është e para herë në historinë e tranzicionit në Shqipëri, që ata ju kanë përërë në zemër. Programi Lëvizjes Bashkë që do votohet në këto momente në website-in tonë është 177 faqe, për plot me ide, do kenë vende dhe partit tjera të na kopjojnë. Kopjimi i ideve është e vetmja, ose vjedhja i ideve është e vetmja vjedhje e ligjshme, e pranueshme, madje dhe duartrokishme, kështu që copzat i ideve tona keni për t'i dëgjuar gjithandej në spektrin politik, po një lloj si ai nxënësi kopjac në provim që mund të ketë kopjuar nga nxënësi i mirë, mund të marrë ndoshta një notë për afër, mësimi nuk ka për ta mësuar tamam, dhe nuk do të jetë i zoti as t'i mendoj gjërat, as t'i bëj gjërat në mënyrën e duhur. Programi ynë është, unë do doja ta quaja një program për transformimin e madh të Shqipërisë. Shqipëria ka nevojë për një transformim të madh, ekonomik përmes shtetit zhvillimor, social përmes mekanizmave të rishpërndarjes dhe të shëndoshjes së shërbimeve publike për qytetarët. Ka nevojë për një transformim të madh në termat e shtetit të së drejtës, ku të vendoset drejtësia jo vetëm penale, po edhe shoqërore, një herë e mirë në vendin tonë. Po të gjitha këto janë të pamundura në qoftë se nuk kemi pjesëmarrje demokratike, qoftë se qytetarët nuk dalin prej pesimizmit, dëshpërimit, indiferencës dhe nuk marrin përgjegjësitë e tyre. Ne u kemi thënë qytetarëve që ditë e parë që kemi themeluar Lëvizjen Bashkë, ju falenderojmë për votën, por nuk mjafton vetëm vota. Nuk mjafton vetëm vota. Vota po, patjetër, por duhet fjala, duhet përpjekja, duhet angazhimi, duhet kontributi sado modest financiar, duhet ndjerë vetja pjesë e një lëvizje të madhe që aspiron ta transformoj për smiri vendin tonë. Do ta mbyll me një thënie të para 100 ca viteve, ku thuhet se kur një ide e madhe pushton popullin, ajo kthehet në një forcë materiale. Kështu që idetë tona, programi ynë, përmes angazhimit ton, përmes trokitjes në 10 mira, 100 mira dyer, përmes shkuarjes në çdo treg, në çdo park, në çdo shesh, në çdo lagje, qytet apo fshat, idetë tona do ikin nga letra, do ikin nga lartësia e abstraksioneve dhe do të kthehen në një forcë materiale që transformon një herë mirë dhe në mënyrë emancipuese Shqipërinë. Ju falenderoj. Ka kujdes. Faleminderit. Vështirë që e të në njës,